tek pika të ndryshme e kemi shqyrtimin e projekt ligjit për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2026, siç e dini në legislaturën e 9, ne tashmë si qeverinë detyrë e paramiratuar buxhetin saktësisht me datën 31 tetor, por me që nuk kaloi në kuvendin e Republikës së Kosovës, ne e kemi risjellur atë dhe ja kaloj edhe një herë ministrit Murati fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, siç e sqaruat edhe në ekspozin tuaj, pra është një projekt ligj i cili ishte proceduar pra sipas afateve ligjore gjatë vitit të kaluar, megjithatë në pamundësi për të miratuar në kuvend, po e riprocedojmë edhe një herë. Buxheti apo projekt ligji i buxhetit për vitin 2026 përmban pra shifrën më të lartë ndonjëherë, që është rreth 4 miliard euro, e kjo financohet pra nga tyra buxhetore prej 3.64 miliard eurove, ndërka shpesa tjetër është financim qoftë përmes huamarrjes apo metodave të tjera përmes deficitit. Normalisht që marr parasysh edhe ndryshimin e strukturës së qeverisë, por edhe ndryshimin e emrave në disa prej dikastereve, do të ketë nevojë që të niset një rishikim sa më parë, por gjithsesi duke pasur parasysh urgjencën që të kemi buxhet të miratuar, pra ne po procedojmë për në kuvend dhe me zotimin pra që shumë shpejt bashkë me kolegët do të ulemi dhe do të fillojmë procesin e një rishikimi sa më shpejt që është e mundshme, në mënyrë që të reflektohen edhe prioritetet e reja të qeverisë, por edhe të ketë pra reflektim sa i përket tabelave dhe rishpërndarjes së përgjegjësive në për dikasteret e ndryshme të krijuara së fundi. Gjithsesi, pas kësaj, unë sugjeroj që të propozojmë edhe kërkesën ndaj kuvendit për zgjatjen e afatit edhe për muajin mars, me qenë se kemi afatin pra e pagesës së pensioneve që duhet të realizohet këtë javë, do shpresoj që kuvendi do ta miratoj, marr parasysh që projekt ligji i buxhetit merr kohë për gjatë 2 leximeve dhe nuk do të mund të arrijë të bëhej në afat pra para se të vjen afati i ekzekutimit të pensioneve. Pra, kërkoj mirëkuptimin e juaj këtu që pas miratimit të projekt ligjit të buxhetit të kemi edhe pikën shtesë tjetër tek të ndryshme që është kërkesa për zgjatjen e afatit edhe për një muaj, ashtu siç parashihet me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati. Do dikush fjalën për diskutim për projekt ligjin për buxhetin 2026? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe kalojmë tek pika krejtësisht e fundit tek ato të ndryshme, zgjatja e buxhetit ashtu siç parashihet me ligjin për menaxhimin e financave publike për shkak të disa pagesave të cilat nuk mund të presin miratimin në 2 lexime të ligjit për buxhetin të cilin porsa e aprovuam në qeveri. Edhe një herë ja kaloj fjalën ministrit e Murati. Faleminderit i nderuar kryeministër. Siç edhe e dini, pra ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësi parashet që në rastet kur vendi ka zgjedhje në 4 muajt e fundit dhe mbetet pa ligj të miratuar të buxhetit, siç është situata aktuale tani, pra zgjedhjet i kishim në 28 dhjetor dhe nuk kemi buxhet ende të miratuar për vitin 2026, ligji parashet zgjatjen me automatizëm për 2 muajt e parë të vitit, pra 1/12 për secilin muaj, që i bie janari dhe shkurti kanë qenë të mbuluar. Megjithatë, në zbatim në praktik, ajo çfarë kemi hasur si problem ka qenë fakti që gjatë vitit të kaluar, pra në pjesën e dytë të vitit, ne kemi pasur rritje edhe të pagave, nëse ju kujtohet, pra koeficienti është rritur për 55 euro nga korriku, si dhe kemi pasur rritjen edhe të pensioneve dhe shtesave për fëmijë në 2 muajt e fundit të vitit. Gjë që pastaj kur shpërndahet dhe mesatarizohet në 1/12, i bie që në janar të vitit 2026 është dashur të paguhet më shumë se sa në janar të vitit 2025, edhe në shkurt përkatësisht, dhe çfarë kemi bërë ne që të mos ketë pra ndërprerje të pagesave është, me fjalë tjera kemi huazuar apo kemi marrë veresi nga muaji i shkurt për të kryer pagesat në janar, ndërka tash na duhet pa edhe kjo zgjatje e muajit mars, në mënyrë që pensionistët, familjet që përfitojnë nga shtesat për fëmijë, por edhe pagat e sektorit publik të mund të ekzekutoheshin pa asnjë ndërprerje. Prandaj është e nevojshme pra që edhe zgjatja e muajit mars të miratohet nga kuvendi, në mënyrë që pensionet që parashihet të ekzekutohen në datën 15, e që në këtë rast ose duhet të bëhen të premten ose të hënën ekzekutimi i tyre, nuk arrin pra ose ligji për buxhetin nuk arrin të miratohet dhe të hyjë në fuqi para këtij afati në mënyrë që të mos ketë ndërprerje. Prandaj është e nevojshme dhe ju ta miratoni dhe t'i kërkojmë kuvendit
për zgjatjen edhe për muajin mars. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati. A do fjalën dikush për diskutim për këtë propozim për zgjatje edhe për muajin mars në mënyrë që të mund paguhen pensionet, ndërkohë që në javën e ardhshme do të trajtohet në lexim të dytë buxheti, duke shpresuar e besuar që në lexim të parë kalon sot. Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe nëse nuk ka edhe dikush diçka tjetër shumë të rëndësishme dhe urgjente për tek të ndryshme, e shpallim të mbyllur mbledhjen e parë. Ju falenderit shumë e mirupafshim në aktivitete e takime tjera.